Mirë se keni ardhur përsëri në Top Albania Radio. Jemi me Arion Muçën, Ariola Sheun dhe të ftuarin ton që mbajtë mister deri tani. Ta themi edhe një herë si e kishte 3A se jemi mbledhur këtu. Por për ata që nuk e din akoma se kemi të ftuar, ne kemi bërë si quiz, kemi marrë bion tënde të Instagramit. Nga zëri mund të filloni ju ta kuptoni kush është, ende se kemi thënë kush është. Me siguri s'ka bërë askush koment, po s'ka problem. Bion e Instagramit. Patjetër, janë mi plot komente. Bion tënde të Instagramit i dashur i ftuar, thuaj singer, TV personality, Dancing with the Stars, Big Brother VIP 1 edicioni par, edhe 6 Weeks #1 Albanian Official Chart. Kush është i ftuar jonë? Është Çuni Arditit. Ose Ardit Çuni. Po ti she vajz ti. Si do ta ishte po gjithë kushërat e mia Çuni e kanë. Do ishte Ardita Çuni. Mund të ishte për shembull edhe Ardit Goca. Ja, është më keq ashtu. Mirë se ka ardhur Ardit shumë kënaqësi të të kemi në studio. Me thënë drejtën ke zgjedhë vend që s'po e përtypim dhe Arionin, po gjithë bota e dashuron. Gjithë bota e dashuron. Kemi dy blloqe që shajm, dy blloqe radiofonik që shajm Londrën, se më saktë kemi një ftuar që të shani për atë që do ftohet i ftuar. Jo, ne flasim me atë ignorancin ton, po e mbaj unë përsipër këtë koncept. Po bën kontra pedal. Nuk e njohim, nuk kemi info dhe nuk na ka tërhequr të paktën të dy. Dhe keni gjithë infot e gabuara, ta siguroj. Eksakt. Po dhe ti ashtu kishe pas më përpara, se i thash Arditit neve për Londrën që ka zgjedhur Arditi, tham që shumë gri. Tani fillon avokati mbrojtës. Në këto vite që udhtoj kam mësuar një gjë, që ne shqiptarët kemi një tendencë zakonisht të paragjykojmë çdo lloj vendi bazuar nga eksperienca jon, po ndërkohë në fakt ndodh shpesh herë që njerëzit është njësoj si të vish në Tiranë për shembull. Dhe nëse ti vjen në Tiranë dhe e çon turistin të flej në periferi të Tiranës, tipit në Baldushk, në Paskuçan, apo për Baldushku. Ju përshëndesim çurat e Baldushkut. Jo, nami aty. Ka shkometri katror. Domethënë, dhe ti pastaj ke një tipologji eksperience thua. Eksakt, është një tipologji që në përgjithësi me çka kam parë, njerëzit që shkojnë dhe rrin, le të themi në ato zonat që sugjerojnë londinezët apo njerëzit që kanë vizituar Londrën dhe e njohin, të gjithë dalin shumë të kënaqur. Të paktën këdo që un kam çuar në Londër, ka qenë super i kënaqur dhe vetëm rikthehet në Londër. Shikoj se ne këtu bëjmë edhe debate buxheti, se kjo që po thua ti tani në këto momente mund të jetë dikush që ndoshta ka mundësi. Ai tjetri nuk shkon dot aty ku thu ti për shkak. Po mund të shkoj, ka gjithmonë zgjidhje. Ky është problemi, të dish është e mirë, jo të kesh. Okej, tani çfarë dihet ti për Londrën përpara se sa ta vizitoje që të ra poshtë kur e vizitove? Unë shkova në, domethënë, unë doja të shkoja në Londër 2014, më refuzojnë vizën në atë kohë dhe e marr shumë inat Londrën dhe kjo i ka ndodhur shumë miq vetëm që thonë, "A s'du të shkoj më." Ne shkova me kamion pastaj. Po, shkova me një çerek varke. Dhe nga 2014 mbrapa nuk është se kisha mënyrë dëshirë për të shkuar. Në 2020-ën bëhem influencer të mërziti Londra, të mërziti Anglia në këtë rast. Okej. Burokracia. Kur thua Anglinë, zakonisht Londra është ajo që thuhet. Pastaj, okej, do shkosh në Skoci kur të kesh kohë. Dhe unë bëhem influencer, ambasador i një banke online që u hap në atë kohë, ishin shumë influencer nga gjithë bota, kishte edhe ca nga Shqipëria. Sigurisht bëhem quaj shareholder, pra ti mbaje një pjesë të aksioneve, pa çka ishte shumë e vogël, po kjo ndikoi që unë të shkoja në një nga eventet e tyre. Dhe të marrësh vizën. Dhe ato më thonë që duhet marrësh vizën, dhe unë them që s'besoj të ma japin, po nejse, ato më bëjnë një ftesë, mua më del viza e parë gjatë Covidit. Dëgjoj, sa kohë tu desh nga aplikimi deri sa doli viza? 2 javë, është 2 javë diçka. Po del shumë shpejt. Se po pyes për hallet e mia. Me ftesë nga banka. Kur je VIP dhe ke shumë lekë, bën për 3 ditë pastaj. Unë nuk jam ai. Nuk kemi kështu infosh, ne nuk i dim, janë amëndësime këto. Dhe shkova, normalisht e mora vizën, nuk shkova dot në Covid. Kështu që mu doç viza e parë. Dhe pastaj dolem nga Covidi, thash, okay. Po kishte diçka që po bërtiste mos shkon në Londër i bie. Po pra, red flag. Unë mund të shkoja sepse unë kisha vizë biznesi dhe mund të udhtoja edhe në Covid. Po çështja është që për ku të udhtoja, si ishte mbyll çdo gjë. Nejse, pasi mbaroi Big Brotherin, them do iki në Londër. Dhe e fus sërish vizën, po normalisht për takimet e bankës e marr sërish vizën. Nisem për shku në Londër, kisha edhe një motiv normalisht sepse kam kushërirën që jeton atje dhe fati donte që ajo jetonte në një nga zonat, në zonën le të themi financiare, siç është në New York downtowni, atje është Financial District, është Canary Wharf. Zonë mirë, le të themi. Është zona mendoj që është zona më e sigurt në Londër sepse është owned nga, pra, është në pronësi të Katarit. Që është i gjithë i ndërtuar nga Katari. Edhe kur hyn brenda në Canary Wharf, ka security, të kontrollojnë makinën, sikur hyn këtu tek ne tek rruga e ambasadave? Pak a shumë, po është një
është lagje shumë e madhe, është pra një mini qytet. Dhe fati donte që unë të shkoja për të parë në këtë vend. Ndoshta edhe kjo është ajo që po thoja, sepse kur ti shkon në një vend të mirë fillimisht, nuk do të ikësh më në një tjetër zonë. Dhe unë me thënë të drejtën, si ne me komunën e Parisit. Eksakt. Ose me rrugën e Kosovarëve. Kështu që kur shkova me këtë idenë që s'do m'pëlqente, që është gri, që këtë që andej. Në momentin që hip në autobus për të ardhur nga aeroporti në qytet, filloj të shikoj ndërtime, Shef Londrën. Çdo gjë që ishte, pra, shtëpiat ose të gjitha të bardha, ose të gjitha me tullat kuqe, rrugët shumë të pastra, gjelbërim, parshe gjigante, isha kështu. Okej, një sekond. Si ishte koha, më fal. Ishte shumë diell, pra, ishte shumë diell, ishte blu. Po pas ke shijuar. Tani, ky miti që Londra është gri, nuk është e vërtetë. Dhe mund të dali kush do Londinez dhe të ma thot që e kam gabim, por nuk e kam gabim sepse unë në Londër shpenzoj të paktën 3 muaj të vitit dhe i kam shpenzuar në të gjitha korrigusht kam qenë në Krishtlindje, kam qenë në nëntor, kam qenë në shtator, kam qenë në tetor, kam qenë në gjithë verën, të gjitha muajt, i kam provuar gjitha muajt. Do thoshte mami im, po ti sjell diellin I dashur. Kjo edhe ndoshta. Problemi I Londrës është që moti ndryshon gjatë ditës. Kjo është gjëja. Pra si në Ekuator. Pra miti nuk është që Londra është gri, nuk është Gjermani, nuk është Paris, është Londra. Sapo I paragjykoj dy vende të tjera. Se kam qenë, dhe Gjermania është gri, realisht, Berlini është gri. Parisi, ka ditë të bukura me diell, mua më ka rastis me diell, po kam pa edhe momente që është kështu. Londra kryesisht shifi fotografitë këto shifi me diell. Dhe pa një çik të kuqe nuk e mendojmë dot Londrën. Eksakt. Unë gjithmonë kur bëj foto dua gjithmonë të kem në një element, po. Dhe me thënë të drejtën, eksperjenca ime në Londër ka qenë jashtëzakonshme që herën e parë. Çfarë të impresionoi? Përveç kësaj pamje të mrekullueshme që ti the, pas edukatës. Dhe tashmë njerëzit që më kanë ndjekur edhe në reality e dinë shumë mirë që unë jam një person, mendoj që e mbaj veten për një person të edukuar, kështu që si thon italianët aculturato. Aculturato. I kulturuar, po. Dhe me thënë të drejtën, më pëlqejnë vendet, se ju tashmë e dini që unë jetoj pjesën tjetër të jetës në New York, po më pëlqen ndryshim nga Londra, domethënë ndryshim nga New Yorku, Londra më pëlqen sepse janë shumë të kulturuar. Që nga fakti që ti more frymthell dhe në Trip Top kur merret frymthell futet muzikë. Ka një pushim aty. Londra vs New York. Me muzikë të mirë do të vazhdojmë këtu në programin ton, vetëm pas pak do të rikthehemi sepse kemi shumë çka për diskutuar me Artitin. Po si mund ta bëni të ftuarit këto t'ja ndërprisni fjalën. Ja, kështu siç po e shef. Vetëm pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer përsëri së bashku dashur miq, tani më me të ftuarin ton I cili na ka bërë një hyrje, një intro, ashtu thotë. Tani me vërtet jemi në stadium, po kjo do thotë ta bëjmë në stadium. E vërtetë është kjo. Kena ka bërë një hyrje, unë mbaj mend fjalën hyrje nga universiteti kur ti filloje leksionin e parë, hyrje në filozofi. Hyrje në filozofi, bravo. Hyrje këtu, hyrje atje, ne na bëri një hyrje dhe filloi na pëlqeu Londra sepse po na I përshkruante si një qytet ndryshe, për ata që se dinë, jeni në Trip Top me Ariolën, me Arionin dhe me Çunin. Ardit Çuni është me ne, duke folur për Londrën, që duket shumë I bukur si gjithmonë. Ardit, rrugtimi jot është I çuditshëm le të themi. E lam Londër vs New York, po. Mos më bëni ta bëj këtë krahasimin se do më vrasin. Po më heqin kohë, po më heqin green cardin kohë. Është blok I bukur për Instagramin ky jep. Ardit Çuni rrëfehet. Zbulon. Shiko. Po thoja për Londrën, ka shumë gjëra të bukura realisht, po një ndër gjërat që pëlqen më shumë është edukata që njerëzit kanë. Pra, ndryshimi minimalist, ndryshimi I parë që ti shef midis New Yorkut dhe Londrës është kur ti shkon në New York dhe po themi kalon në trotuar dhe dikush të prek me supë. Kthehen dhe ti dëgjon vetëm të shara ose të bërtitura ose në për rrugë dëgjon, ndërsa në Londër ndalon, kthehet dhe thot, "Are you alright?" "I'm sorry. Are you okay?" E pastaj ka një lloj tendence për të qenë shumë të kujdesshëm. Kjo është anglishtja londineze, po ai në New York si thot, "Dude, what the fuck, man? What the fuck you doing? Just mind your own business." Vetëm se e preke në supë, ë? Sa që I thoja mamit kur çova mami në New York për herë të parë, New Yorku ka një rregull. Mos godit njerëz me supë. Po, ka një rregull të fshehur, maksimumin në ngjell me patate, po me supë jo se mërziten. New Yorku ka një rregull të fshehur që thot don't stare, sidomos kur do pra mos shikohet njerëzit. Mos I gul sy dikujt. Mami, si gjithë mamat shqiptare ishte kështu. I shifte gjithë nga koka tek. Po thoshte mu, po mos e shif se do na plasin në sherr këtu mes rrugës. Se ndihesh në rrezik në New York, ë? Ka zona që ndihesh, patjetër. Se në Londër jo. Patjetër që edhe në Londër. Dhe e kam ndjer dhe vet, pa diskutim, po është pak më ndryshe.
Undergroundi që në New York korrespondenti është Subway, është shumë i pastër. Metropolitana, është metroja. Super i pastër i Londrës, krahasuar paktën flas deri në zonë 1 2 3 që un kam pa në Londër, se s'kam shku në 4-5. Jo, në fakt kam shkuar tani. Është shumë i pastër. Çdo gjë është shumë e rregullt etj etj. Njerëzit super të qetë. Vendet janë shumë të mira. Kur dëgjoj ca njerëz që thonë s'ha mirë në Londër, prapë çuditem se nuk e di se ku shkojnë dhe han, realisht. Me tani në Londër ç'a hahet mirë në Londër tani? Peshku me patate, salciçet me fasule. Nëse do të hash fish and chips, do shkosh të hash fish and chips për ta provuar, siç nëse vjen në Shqipëri do hash byrek. Po nëse thua nuk ha mirë, do të thotë që ti shkon në një restorant vlla dhe menun e ke si një restorant kudo në çdo vend botës. Pra nëse ti e ke mundësinë dhe di të zgjedhësh, tani logjika atyre që po ndjes se të kundërshtoj, logjika atyre që ta kanë thënë këtë lloj fjalie, i bie që është logjika e dikujt që ka udhëtuar. Dhe kur ti ulesh në një restorant, të paktën në ignorancinë time, Londrën nuk e kam vizituar, mund të jetë thënë kjo sepse mund të ketë provuar pastat në Itali, dhe pastat ndoshta në Angli si bëjnë dhe në një gjë të madhe. Ndoshta s'ke shkuar tek vendi i duhur, shko tek Italy, që është po italian, që nuk ka çmime të çmendura, që unë kam në New York më poshtë shtëpisë dhe jam pasionuar pas asaj. Është i vetmi vend ku ti gjen Italian. Okej, pra një makaron thua ti. Po nëse do uleshe në Londër në një restorant do haje ushqim tipik londinez. Çfarë do konsumoje? Londra ka mëngjesin që ka goxha tipike. Po në darkë mund të hash mëngjes. Pra, ti ke fish and chips, ka goxha gjëra. Fish and chips, salciçe me fasule. Po më mos e çfarë kanë popujt e tjerë, tani ti mos merr. Ka byrek Londra? Kavkosi ka? Jo. Gjell me patate ka? Me bamje ka? Shiko, unë nuk fola për ushqim tradicional, se Londra është një hub kaq i madh kulturash, sa ti nuk është se tradicionalet janë disa gjëra, domethënë mëngjeset ka ca ëmbëlsira specifike, ka ca gatime specifike që bëhen. Po nuk është se Londra shuhet për kulinarinë, e kupton? Ama kur ti thua nuk ha mirë në Londër, do të thotë që ti ke shkuar në restorant dhe gatuajnë keq. Jo, nuk është e vërtetë, sepse ti restorantet më të mira në botë. Regjia, i kemi disa pamje ushqimesh nëse na shoqëroni. Domethënë ti ke restorantet më të mira në Mayfair. Ja, kjo është fish and chips që unë s'pëlqen për shembull. Unë nuk e kam ngrënë një herë, nuk më ka pëlqyer. Kjo po që të thush nuk ka restorante të mira në Londër dhe zgatuajnë mirë, është për mua është budallik shumë i madh. Është fiksi ajo që thash më përpara, që ti shkon në një restorant ku diun çat ka kap rruga, edhe thoya si ishte i mirë. Dakor, se ne jemi mësuar në Shqipëri që po të shkojmë në çdo lloj restoranti lagje, gatojmë shumë mirë, po flasim për se ti edhe në Rom të shkosh. Nëse të shkon në restorantin e duhur në fakt nuk është se gjithmonë do hash ekstremisht mirë. Okej, kthehemi nga i ftuari tjetër. Jo, po nuk është e vërtetë se isha në Rom, kam qenë disa herë, po isha edhe tani, dhe shkova në një restorant random se thash okay dhe nuk ishte më ajo gjëja. Çfarë të ishte dhe nuk ishte gjë. Jo, nuk ishte ajo gjëja. Me grën carbonarën më të mirë në botë. Eksakt. Po nuk carbonara, po nuk gatuaj. Wow. Po e mirë ishte. Ashtu siç patjetër edhe në Londër më ka rastisur në restorante të mira që mos të ha carbonarën shumë të mirë. Patjetër që e kam paguar shumë shtrenjtë, por nuk ka qenë ajo. Një sekondë, e diun që po ta pyet sa është gjëja më e shtrenjtë në Londër, ose një drek normale sa kushton në Londër? Ulemi unë ti dy shok tani po marrin një sallatë ta bëjnë menun. Një sallatë përbashkët, një primo piatto dhe një dytë. Pra një pjatë të parë, një pjatë të dytë. Ti dashka dy pjata ti. Po ti ha një pjatë herë me një sallatë, do dyti. Mirë, një pjatë me një sallatë, do marrim një përpir. Po, do marrësh. S'do pim vetëm ujë. Koktejlet varjojnë nga, le të themi, në restorant të mirë, varjojnë nga 14 pound në 20 pound. Me euro, të lutem, më thjesht për publikun. Tashi 20 euro, le të themi, fillojnë në 20 euro. Jo, edhe pak më pak. Një sallatë normal, domethënë një starter mund të startojë diku nga paktën restorante që kam qenë unë starton nga 22 euro, 25 euro. Vajtëm gjatë 50 vetëm për një pije dhe sallatë. Pastaj ke një pjatë pasta, risotto, diçka mund të startojë nga 26-7 euro. Pra duhet një 50 për person për të ngrënë drek. Mendoj që pak më shumë, sepse ke service charge, që është tashmë është futur në faturë edhe në Londër. Taksa. Është ajo tipi. Po, taksa ose le themi përqindja që merr edhe kamarieri. Që merr kamarieri, ke edhe ato taksat pas se çka kanë dhe shkon pak shtrenjtë nga kjo gjëja. Po, domethënë, unë për shkakun që shkoj te Sushi Samba, që unë e kam shumë qef realisht, dy persona me të hëngër që të hash sushi dhe të ngopesh, ne paguajmë diku te 160 pound. Tani nuk për dy persona. Tani nuk është pak tani. Më fal Arion, ke shkuar ndonjëherë në blok? Se për në një moment. Ore ky ha në blok ndonjëherë këtu në Tiranë? Tamam, po pse për në një moment pretendon Ardit, për ndonjë moment pretendon që Londra është e lirë? Jo, nuk është e lirë. Nuk është, po si mund të jetë e lirë? Domethënë po flasim për Londër. Është njësoj si të thosh, është Milanoja e lirë, është
Është budallik ta thush, dhe nuk është destinacion i lirë për të shkuar. Ama, pra mbledh një kocka të mirë të dashur. Po jo, po i ke pa, më fal, po i ke pa çmimet në Tiranë të restoranteve. E kam parë, vërtet është. Jo, ai sa çtuar. Është më shtrencash, më beso. Kam ndarkuar përpara 2 netësh në një nga restorantet më të reja që është hapur në blok. Dhe kam me 3 shkronja, 4 shkronja. Shënci ka dhe kam paguar për 2 persona me me një shishe verë minimaliste, 220 lekë. Edhe çfarë problemi ka këtu? Ku qëndron problemi këtu? Po këtë po them pra. Se shihni juve Tiranën, si Tirana është bërë një qytet i vizitueshëm, i lezetshëm. Ne jemi 3 atëre. Ne jemi 3 individ, të cilët me sapo kuptoj 2 prej të cilëve e kanë shumë qejf të bëjnë experience të mira, apo jo, ju të dy në këtë rast. Unë për shembull përfaqësoj një pjesë të popullsisë shqiptare, jo që s'ka mundësi, se mundësit i kam mendoj të barabarta me ju, po mua nuk më pëlqen të harxoja shumë para për këto gjëra. Po më afas food. Dhe prandaj po bën ti, ti po e bën fix si një njeri që shkon në Dubai, shkon në Dubai dhe thot do hate Subway, një sanduiç 4-5 euro, 7 euro çanci ka, edhe merr çantën e shpinës. Jo vlla, Dubai nuk është ky destinacion. Nëse do të bësh të gjën, ik në Budapest, ik në Prag, që edhe Praga është drejtuar, po ik në për këto vendet. Pra, nëse shkoni në Londër, duhen lekë të mira. Mirë pra, po dakor, po mos bëjmë, domethënë unë s'kam shkuar në Dubai deri në momentin që kam pas mundësitë për ta përjetuar Dubai. Se si mund të thosh ti mua që unë Dubai s'është të pyes çfarë ke bër? S'ke shkuar në asnjë nga lounge-et, restorantet, klubet që për cilat mbahet jeta e Dubait dhe vibe-i. Pra s'ke parë kulturën, ose ti ke shkuar në Londër dhe praktikisht nuk ke parë asnjë nga muzeumet që i ka falas. Pra Londra ka disa nga gjërat që janë vetëm në Londër dhe i ke muzeun të falas. Pra nuk është se është e shtrenjtë, po ke edhe gjëra që mund të bësh. Sa muze ke vizituar ti Ardi? Janë 170. Unë kam vizituar një 4 realisht, pa çka që unë tani kam shumë vite që shkoj dhe shkoj shpesh dhe nuk shkoj më në muze. Tani, na fole pak më përpara për një situatë të vështirë që të ka ndodhur në Londër. Diskutojmë pak edhe sigurinë, se pastaj duhet ikim në muzikë. Diskutojmë pak sigurinë në Londër dhe pse ti e ndjer për një moment ndoshta. Shiko, kur del nga zonat e mira, dhe zonat e mira zakonisht mbahet zonë 1 dhe zona 1, zona 2, dhe zakonisht zonat shtrihen në të dyja drejtimet. Pra mund të ketë zonë 2 edhe këtej, po ka zonë 2 edhe këtej. Është si thosh si një rreth që ka diametër. Pra gjysma e rrethit dhe gjysma e rrethit. Gjysma e rrethit. Deri në zonë 2, me thënë të drejtën, tani se unë nuk mos bëj sikur jetoj atje, po të paktën kaq vite sa shkoj. E ke vizituar shpesh. E kam vizituar dhe njoh goxha gjëra se rri gjatë gjithë kohës në këto. Dhe ndihesh i sigurt në këtë zonë. Dhe ndihem okay. Tani mbas orës 12 natës kur ti me varsen kështu me bluzën e hapur, Floririn që duket. Po ta thush që edhe nga Shqipëria akoma. Nuk pyet njeriu aty, dalin. Jo, për shqiptarët edhe pyesin. Nuk, po edhe pyesin, i kanë frikë shqiptarët. Po ideja është që deri në zonë 2 edhe ndihesh mirë, ndoshta edhe pak nga zona 3. Një herë më ka rastisur që kam shkuar në një restorant në darkë dhe jam kthyer, më falni, diku nga ora 1 natës dhe më është dashur të marr po trenin, sepse ishte ka një gjë Londra që trenat i ka shumë të lidhur dhe të bie 20 minuta me tren dhe 1 orë ca me makinë, kështu merr trenin. Pra, treni është nice. Dhe me thënë të drejtën, ai stacioni ishte dhe jashtë, më kupton, nuk ishte nga këto të survejuara të mirë dhe mu duk pak e çuditshme, sepse krijonte një ndjesie. Por konkretisht jo diçka ama. Jo diçka, po kam parë skena, ose kam parë skena dhe në zona të mira, pra online kam parë skena, po kjo nuk do thotë që ndodhi një skenë, është si thosh në i thuar skena pastaj te bloku tjetër. Po online tha. Po online mo. Po në New York? Në New York pastaj. Situata më e vështirë që ke kaluar? Në New York e fundit ishte madje, isha në Bronx dhe më duhet të kthehesha mbrapsht në shtëpi dhe po ashtu me tren më binte. Se ka në Dumbo. Jo, nuk e kam në Dumbo, e kam në downtown. Po përballë. Dhe më duhet të kthehesha aty dhe më binte shumë më mbar me tren normalisht. Hipa në tren ishte ora 12 natës, diçka 12:30. Dhe Bronxi mbahet si një ndër zonat më, në fakt isha më saktë isha në Harlem, që është akoma goxha keq. Po, tamam. Edhe hipa aty, përveç ishte plot treni, po pash dhe policë. Thash pas kanë filluar paktën të patullojnë policia. Policia hipi në tren me mua, e unë përballë shoh një njerëz në fakt që po qëndronte shumë çuditshëm, po unë jam natyrë shumë vëzhguese, kurdo që shkoj, dhe jam gjatë gjithë kohës e lexoj ambientin. Dhe shoh që futi dorën dhe më duk shumë e çuditshme, më duk si një moment që futi dorën po nxishte në anë. Dhe fytyra ime ishte kështu, pash atë, pash policinë, pash atë, pash policinë, ai pa mua dhe një të shku direkt
Sa ju afru kur ai nxorri i kukull. Okay. E thash, okay. Po nga ana tjetër polici po më shifte kështu. Mund të ishte edhe kukull e mallkuar ajo për shkakun. Po vudu do. Ajo mund të ishte edhe bombë, po mund të ishte. Shkëputemi në këto momente, historitë po bëhen interesante me udhëtimet e Ardiçunit, të rikthehemi pas pak muzika e mirë, vazhdon të jetë prezente si histori me fantazma. Histori me fantazma.